Je suksesi vërtet. Se ti je shërimi I çdo plage në shpirt. Je esenca e jetës. Je motivi çdo ditë. Këto të dyja produktet që kam në dorë tani I vlerësojnë shumë të mirë. Mirë mëngjesit. Sot është ditë e premte dhe kemi vendosur të bëjmë një zgarë në obor kësaj radhe sepse është koha shumë e mirë. Edhe duhet ta shfrytëzojmë atë oborin pak sepse balkonin e kemi shfrytëzuar. Edhe tani po rregulloj pak krevatin që pastaj të merrem me zgarën, ta pastroj pak se e bëm një ditë zgarë dhe bëm prap pis. Edhe kështu po pres që të vi dhe Jona me Denzelin edhe me Eri. Do bëjmë sot zgarën, jo të dielën sepse nuk do jetë Eri, do iki. Kështu që mezi po pres. Flokët I kam akoma të lagura. Do ju marr me vete të zgara jon. Mora disa bira për çunat, ca Paulaner, ca Heineken, edhe do t'i fus në ngrirje tani. Gjithashtu mora disa speca, nëse mund t'i pjekim në zgar, I mora të ndryshëm. Edhe Ivi Kola, e mora të Ivinu, kokosht, po. Disa Red Bulla, edhe një mustard, se me këto bën Rozi një salcë për mishin, del super. Pes makina të parkuara në oborrin tim do jo marr lek për parkimin. Baj. Është dhe mjeti Denzelit. Denzel! Zemra ime, e zurilim, zao janë. Marish pa hangër. Denzel! Fiteze pati. A drit! Mori kop! Opa! O klaj dama në shikoj I qik. Pa. Po s'po pava. Erdi Daja me Rozin. Zina ime. Vedi së qërja dhe marrë pastaj. Po nuk e prek do t'atë, ja? Nuk e prek do t'atë. Ja. Gëzuar! Gëzuar, Genzel. Gëzuar. Edhe zgarra gjiu. Pa I ka bler prit? Lidhe vrije. Edhe vjen të këshilqa. Po jo pra faleminderit. Denzelin e shtritën atë. Shi. Zemra ime. Kam qenë, po tani. Marr kur qa pilotet e kreçka me.
Brieli! Që ka goqa? Si rritë në se fare! Se qanti me. Se qanti. Hajde këtë. Se nga që ti ke marrë Denzeli më duket. Unë e gjeloze. E pa, që kur ishte Denzeli tha, ha. Baby, Gjan baby. Hajde Gjan. Bëhet Gjan baby. Briel, bëhet Gjan baby. Shi baby! Puqe baby. Puqesh baby? Puqe. Puqe baby. Po që loze, po mbaje njërë Denzeli. Hajde Denze. Opa. Le. Ta morë Tezin. Si e shikon? Lot Brieli rënd varë. Brieli! Për goca? Ta morë mishin e tavës kosit O këlla! Budelozi? Po pas, shu. Po qënë? Po bëgati për që? Mami, për Denzelin po është... Qa ke mama? Po që bebin i që, po qafoj e bebin, po qafoj e bebin, po qafoj e bebin, po qafoj e pak bebin. Po qafoj e, hame po qafoj e. Puqe mama, puqe, ha, ashtu, bravo. Puqe të faqa, ha? Shiko? U bëj gjeloze. Ua! Titi! Do hang një darkë me mamin, me Denzelin, me Leksin që po i fliet gjumë me Rozin. Si ma ime? Do ndrosh dhe ti tani. Pisa jona. Gjithë jemi bërë zhull. Jemi sa ju. Jemi sa ju edhe unë, se si jam vesh nuk e di. Për qef, po. Kemi ardhur tek Markata. Ta ham një dark, edhe pse është ora 7. Jemi shumë rëndshë. Por Ti momenti dhe je ba. fare s'të bën përshtypje. Le edhe një herë. Le. Qa bën, more? Të bie, hajde to, hajde, që Përshëndetje, sot është ditë e diel, super kohë, edhe do e kaloj ditën me Denzelin, sigurisht. Do dalim, do t'i blem në një gjë të bukur Denzelushit, edhe kështu do iki pak në dyqan tani, t'i blej onës B52 se ka fiksim, edhe pastaj do ikin te mami, se do ham drejk aty. Denzel! hello! Ku erdhe ti? Kemi dalë xhiro për kishti, do shty për ashensorin. Pa, do kem kafe. Shty për ashensorin. Ha, afroje që unë këta shtypi. Kishti vogël. Toes sinking deep in the white sand. The ocean whispers holding your hand. Palm trees are swaying in the light. Everything just feels so right. Oh, salty air and golden sun. Yeah, you and me were on the run. Got no place to be, we're one. This feeling has just begun. The sky is painted pink and gold.
Bravo! Sa po e blem edhe dhuratën e Denzelushit, tani po ikim në shtëpi. Tani do ju tregojmë pak se ç'a morëm te Totani. Morëm çorape për Denzelushin. Inshallah po I rrit mirë. Te Waikiki ka çorapet e mira, po ai gjithmonë I heq çorapet. Pra dhe po them, inshallah I rrin mirë. Shikoni sa bukra janë këto, shumë verore me anije. Asha anije kjo, apo varg që është. Ja. Dhe pallaronat. Duhet I rinë që të ndaja, apo ja? Për 18 muaj shpakt janë. Ta I mora ta bëjmë meqi me teze, Pa. se do vishem edhe unë shumë me jeans edhe gjaket kështu të errët. Mund t'i veshim nesër, po? Edhe badi me më këtë shkurtra, shi sa të bukra janë. Sepse unë kam ardhe pa përgatitur nga Gjermania. Po, jona ka ardhë me bluzë leshi, dërko këtu ka ardhë vera. Tani, me dhurat e bukur fare që mora është Baby Walkeri, e mora të Baby Kidsi, e mora të Denzelushin. Tashi, dhurata që I morë tezja, të Baby Kidsi është Baby Walkeri. Ja hapa, kur s'ke thonjë hap kolon. Që Denzelushi të mësoj të eci. Me zi po ta shikoj dhe lozi Denzeli me këtë. Do t'i bëj video, kur të lohat. Dyve sa po hapin. Dash ka montuar, po mirë do plasim këto. Kush babit na e montoj qik? Ba, hajde qik. Ba, Ja, t'ja tregoj me foto kështu. Kjo është. po. Është shumë e bukur. Jo. To shkopa. Çunil! Po lere ti të eci vetë Çunin tani. Nuk bie, jo. Apo sa të mëso. Hajde, hec tashi, hec Denzel. Ec vetë se për të mësuar të ecash është ajo. Sa e bukur! Sa I pëlqen! Kush ta sholi ty atë, amore? Tre! Zemra ime? 1, 2, 3! Toes sinking deep in the white sand. Aha, Ocean çok whispers naça. holding Një cunë të bukur. Denzel, shiko pak tezen këtu. Sa I bukur je volti sot. Ka vesul atlete. Jemi bërë meqi sot. Unë dhe Denzeli. Kemi dalë për kafe këte nga treni. Denzelushin e ka zënë gjumi. Ne do e pim kafe në rehat. Derisa të zgjohet. Na I kem mësuar me këtë kafe në teze, o zot. Lea filxhanin Denzelit në dorë dhe të letë qetë, pish kafe. Je zhuloso, Denzel. Tojmë t'i presim flokët Denzelit, po jo tull, se nuk pranon tezja. Edhe gjetëm një berber këtu, inshallah ka kohë. Wow, kërcej që këti. Hera part të berberi. Wow. Se hap gojen. I prekini që flokët. Sa I bukur bët Çuni. Shi se më ftyra. Ore ta më shumë se unë.
Kush të do më shumë se unë? Vazhdoje, Denzel. Kush të Do më shumë se unë. Hëndë, dashuria? Kush Qa në qa kisha bo nëse. Bravo. Nuk isha pas ty njetën tem, a isha Alan men. Ja. Kush të do më shumë se unë? Përshëndetje, ja ku jemi. Sa erdha në shtëpi, është ora 10 e darkës edhe kam hapur ferma VIP, më ka fiksuar fare, nuk kam qenë e fiksuar me Big Brother, por ferma VIP ma ka marrë zemrën. Edhe mbrëm ishte Denzeli fjeti me mua. Tani nuk e keni iden se çfarë rëmuje kam dhe të dhoma edhe poshtë, por është rëmuja më e bukur. Dhe tani që nuk e kam këtu, më mungon, dua të fle prap me atë, se është tek mami, po do vi prap nesër dhe pas nesër. Edhe gjithmonë mendoj, po kur të iki Denzeli, si do ja bëj unë, dhe mërzitem shumë, me thënë të drejtën, pavarësisht se nuk e jap veten, po mërzitem shumë kur ikën ai. Është dashuria më e madhe që kam, nuk e di si ta shpjegoj me fjalë, është e kot ta shpjegoj. E hapa kamerën, sepse sot më kanë ardhur disa kremra, disa gjëra të skincare që unë i kam fiksim, ju kam thënë më fiksim kam skincare-in se sa make-up-et, dhe make-up-et hë do i blej sot, hë do i blej nesër, prap përfundoj duke bler skincare-in. Këtë e ngacmova tani në makinë, nuk e di ç'pata, por kam përshtypjen se do bëhet më keq tani. Gjithsesi, unë po ju tregoj çfarë mora. Dhe i mora te K-Pharma, të gjitha këto më kanë kushtuar 81.100, por më pëlqeu K-Pharma, sepse kishte vënë shumë kështu testera, s'para i vendosin të gjithë, vetëm te Coco Shopi që jam kliente ka kohë, më vendosin testera, po në farmacitë e tjera, për shembull Farmaciti më përpara të vendoste disa testera të vegjël. Tani sa herë porosis, asnjëherë nuk më vendos, nuk e di për juve, por po ju tregoj fillimisht këto testerat që më ka futur, janë këto shampo, jo që kanë body wash, body lotion këto, se ka dhe shampo, edhe ja ku janë, të kungalit, to janë shampo, do t'i provoj, kam parë që i reklamojnë shumë këto në fakt, por nuk para kam nevoj për flokët. As për fytyrën, do me thënë, po fytyra do edhe flokët dhe fytyra, kujdes. Ky është një toner që e kam përdorur më përpara dhe është super i mirë. Edhe unë për momentin s'po përdor toner, shumë mirë që ma kam dërguar këtë. Kam marrë 2 vitaminat C, një për rozin edhe një për vete. Ky i Cosrxit asnjëherë nuk më ka zhgënjur dhe prandaj vazhdoj ta marr. Po flasë çik shpejt se e kam një sy këtej nga ferma që fiksuar jam. Thjesht që ma kishte sjell me 13% këtë. Nuk e di tani, nëse se do rozi ta kthej nëse kthehet, se i kam marr online. Gjithashtu, unë dua të provoj produkte të reja. Thash s'po marr më të njëjtat gjëra që kam marr, Cosrxin me peptide, gjëra që ju kam treguar të skincare-it, por pash që këto të dyja produktet që kam në dorë tani i vlerësojnë shumë të mira. Dhe është ky serumi i Anuas që ka PDRN, hyaluronik acid, edhe thonë që është shumë i mirë. Do ta provoj, do ju them. Gjithashtu edhe kjo ampula e Centelës, por unë kam këtë. T'ja u tregoj pak. Unë kam këtë. Edhe thash pse jo ta provoj një këtë tjetrën.
Gjithashtu që mos të rria të porosisja të farmaciti edhe në ndonjë vend tjetër, thash, po jap edhe një shans La Roche-Posay, megjithëse mua nuk më ka pëlqyer si krem dielli, por thash varja se kam shumë bezditi ndaj porosit, njëherë më vjen një porosi nga farmaciti, njëherë nga Këfarma, kështu që më mirë, thash po e marr këtë hajt se krem dielli është. Inshallah nuk më zgënjen. Këto ishin gjërat që kisha marrë për skincare-in, edhe do ju a tregoj, domethënë, për këtë edhe për këto dy produktet e reja, sepse për vitaminën C e Cosrxit më pëlqen shumë fare. I ka tani të shoh fermën. Sot kemi ardhur te Tegu. Normale vendi i përhershëm. Po, në këtu do na keni gati çdo ditë me Denzelin. Denzel tani është i hutuar. Wow, çuni, do ai patate. Çfarë do? Prej djerë. Po janë nxehta, do të thotë. Prej. Jo. Çfarë puni është në paradite? Sot apo pas dite? Paradite këtë javë. Po. Ja, çik. Ore ti, Jo. qa po ha? Kajt, s'kam. Ja, Daja në aksion. Bravo, Daja. Ne po ikim tek Teta Lounge. Oh, i fliet. Prap të fliet, mo. Jetë mama. Denzel. Bravo, Zuni. Do topa. Aka. Denzel. Bu. Fudësion Denzel. Jo ta është. Fudësion. Bravo, Gjuni! Si që shikoni jam zgjuar me muzikë. Do doja mos të kapte fare copyrighti, sepse unë mbaroj për muzikë edhe të dalin videot me kështu këto muzikat që pëlqej unë, do doja shumë që t'ishte YouTube-i, kështu po nuk është. Tani kam bërë make-upin, sepse do dalë për drek me Denzelin dhe Jonë. Do ikim tek Alish Verishi, na pëlqen aty, ushimet e detit. Është koha pak e vrentur edhe po mundohem që të zgjedh një veshje. Ndoshta do vesh bermuda me çizme, të përfitoj nga rasti, nga koha. Edhe kështu po mendoj të vesh këto, një sekond. Të vesh këto. Nuk e di, kisha ide tjetër në kokë, përfundova duke zgjedh këto bermudat, edhe një këmish nga Zara që është body. Dhe do ta kombinoj me një xhaket sipër. Nuk e di se si do ngjaj, besoj do ngjaj bukur, mendoj t'i ve dhe një kollare, por do ta shohim se tani në kokë e kam idenë, po varet se si rri veshur. Kështu tani buzët i kam me shkëlqys, por shumë shpejt do t'i fshis, sepse unë pull gjithë kohës Denzelin. Nuk e di, por nuk kam provuar dashuri më të madhe, se sa dashuria për nipin, ma pohoni ju tezet, ose jam vetëm unë kështu që i përjetoj gjërat kaq shumë si një gafore që jam, por nuk besoj, unë i dua në përgjithësi shumë njerëzit, jo çdo njeri, këtu flasim për njerëzit që unë me vërtet i kam për zemër, edhe i pari në listë është Denzeli, sigurisht. Kemi bërë disa foto shumë të bukura, shkoni tek marlenfotografi.al për të parë fotot e Denzelushit, sepse do vazhdoj të hedh foto. Kështu, gjithashtu dua t'ju them që kjo periudhë ka qenë shumë e vështirë për mua. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse unë nuk kam postuar video shumë shpesh në YouTube. Por tani Denzelushi më ka sjell humorin, më ka sjell motivimin edhe jam shumë e lumtur për këtë.
Nuk doja u tregoj tani se për çfarë po kaloj një periudhë shumë të vështirë të jetës time. Ju shikoni vetëm këto gjërat e bukura dhe të lumtura, por ju premtoj që doja u tregoj të gjitha sepse i kam bërë me video, që të gjitha, por në një moment të dytë, kur unë ta ndjej, doja u tregoj gjithçka, edhe kështu tani nuk dua që të mërzitem prap, po thjesht dua të më mirë kuptoni, ju që mezi prisni videot e mia, ju që mi shikoni gjithmonë videot e mia, ju falenderoj shumë, ju që jeni për herë të parë në kanalin tim, më suportoni me një subscribe, ju falenderoj shumë që më ndiqni, edhe kur ju më ndiqni, më bëni subscribe edhe më suportoni, unë ndihem akoma dhe më e lumtur edhe në një farë mënyre e detyruar që të nxjerr video sa më shpesh, edhe pse jeta ime mund të jetë pak e mërzitshme në këto momente. Jo tani që ka ardhur Denzeli, po që ju thash, ma ka ndryshuar komplet atë rutinën, edhe tani jam më ndryshe. Gjithsesi ju premtoj që do ju tregoj gjithçka pak më vonë, jo tani. Tani të vishemi dhe do ju tregoj se si do më qëndrojnë veshjet, veshur. Nëse nuk më pëlqen, do t'i heqë dhe do t'i ndroj. Okej, veshja po më pëlqen. Është fiks si që kisha menduar, kjo këmishari shumë lezetshëm, edhe pantallonat gjithashtu. Shikoni, me çizme do ngjaj shumë bukur. Mos ndoshta ka nevojë për një rip këto. Më duhet të blej një rip të zi, të bukur, por nuk e di ku do ta blej, do ta mendoj. Kam shumë gjëra për të bler, dua të blej make-upet një herë. Por avash, sa shumë e lëviz të kamerën. Okej, tani do vendos një kollare ndoshta, edhe një çantë të zezë do marr. Tani më pëlqen. Kjo është veshja përfundimtare. Më në fund. Mjeti im, edhe mjeti Denzelit. Sa bukur je veshur ti kështu more? Denzel, shiko pak tezen. Wow! Kush do haj drejt me tezen dhe me mamin? Kus? Kus? Zirla ime! Toba! Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Kërcej qik. Me buk thap të gënjemi të Denzela. Halim to. Si e bën goja, zemra ime ti. Toes sinking deep in the white sand. The ocean whispers holding your hand. Palm trees are swaying in the light. Everything just feels so right. Oh, salty air and gold. Erdi Daja me Rozin. Si do ha bëj? Qa bën, more? Bëja Rozi. Valë tonin të nagit tonin. Oj, zira ime! I pra?